garantojnë. Sigurisht që këtu do të bëhet edhe përgjegjësi. Qëse unë ndjehemi fuqishëm, po të garantojnë që ato parti që ishin, ndaç partia e këtij Omonjas, ndaç ky Idrizi, ndaç Fatmir Mediu, le të provojnë një herë veten të ballafaqohen me forcën e vet. Ai marrin deputet. Pra përse dhe këtu fillon pastaj edhe ajo është njerëzore që unë po prit Allah, unë po të kontribuojnë këtë parti, ti ma merr këtë ma fut peshqesh. Unë mendoj që duhet Çfarë, apo Mediu ka lidhjet e mëdha që gënjen nga mjesin dark me sen. Do ti qisën fotografitë tash sa të dush me senator, me kongresmen. Çfarë? Shiko, unë mendoj që duhet ridimensionu marrëdhënia me aleatët. Unë nuk e di se në çfarë lloj proporcioni janë marrë, domethënë vendimet për t'u dhënë X deputet Partisë Lirisë apo. Jo, më mendon ti atje djalisti, gazetari e gjitha. Mendon ti se i kanë dhënë pikë këto Partisë Demokratike në të kundërt e kanë dëmtuar, mendoj unë. Unë nuk e di a e kanë dëmtuar apo jo, po unë gjykoj që nuk kanë aq shpesh sa me marr aq deputet. Pra këtë e mendoj. Dhe këtë prandaj ta thash që duhet ridimensionu edhe herë koalicioni, në rast se ka i koalicion, sepse zakonisht unë shikoj që këtu ka lëvizje, domethënë sa merret mandati deputetit, këta pastaj bëjnë si të pavarur. Pra e marrin mandatin. Ose si pavarur ose kalojnë në anën e pushtetit. Jo, u tregova çik më kështu domethënë. Më etik. Po pra, kështu që unë gjykoj që ky është moment shumë delikat, domethënë që duhet pa më shumë vëmendje, sepse zgjedhjet kanë marruar pa diskutim. Dhe fakti që këta kanë marrë. Të garantoj që zgjedhjet nuk kthehen më. Jo, unë nuk e di a kthehen më apo jo, por unë di që domethënë pesha e votës madhet e vota personale. Fakti që disa prej këtyre kanë marrë vota, domethënë më pak, jo vetëm se unë, po më pak se edhe kandidat tjerë, tregojnë që nuk e kanë justifikuar marrjen e mandatit në listë sigurt. Kjo është pak po e sigurt. Dhe kjo ka ndodhur në disa qarqe të Shqipërisë. Ka ndodhur në Tiranë, ka ndodhur në Fier, ka ndodhur në Durrës, ka ndodhur. Jorite Tabaku dhe Ali Mehmeti këtë di për fakt kanë marrë më shumë vota se çka marrë gjithë Partia Demokratike bashkë. Jo, kjo nuk është e vërtetë. Jo. Se Partia Demokratike normalisht ka më shumë vota, se edhe ata nga Partia Demokratike i kanë marrë vota, domethënë. Jo, dakord, po ato i kanë marrë si individë. Jo, individ po, duhet me siglën e Partisë Demokratike, po, patjetër. Jo se ajo listë hapur. Jo, domethënë ka pas vota që kanë qenë, nuk është votuar Partia Demokratike, është votuar vetëm emri. Ke drejt domethënë në këtë aspekt, por sigurisht që votat më shumti ka qenë, domethënë, Partia Demokratike dhe kandidati në këtë rast. Po. Që ka qenë në njëjta kolon. Kisha fjalën këtë mënyrë që këto të dy kanë marrë sa 17.000 Jorida, 15.000 ky, 14.000. Jo, më shumë 18.000 ky, 20 e ca, domethënë gati te 40.000 bashkë. 40.000, sa vota ka Tirana gjithë? Po nuk e di sa vota ka, nuk jam i qartë, po më shumë, sigurisht që më shumë ka.